Po bëni biznes në Kosovë? Atëherë, TVSH-ja është diçka që duhet ta kuptoni, pa diskutim. Dhe mos u shqetësoni, nuk është aq e komplikuar sa duket. Në vetëm pak minuta, do t'i zbërthejmë rregullat kryesore në një udhëzues të thjeshtë dhe praktik që do t'ju kursej kohë dhe, që është më e rëndësishmja, do t'ju shmang te lashët. Ja se çfarë do të mbulojmë. Do të fillojmë me bazat. Pra, çfarë është TVSH-ja? Pastaj do të shohim se kujt i takon të regjistrohet, cilat aktivitetet atohen, sa është norma e tatimit dhe në fund do t'ju japim një listë kontrolli të shpejtë për t'u siguruar që jeni në rregull me gjithçka. Në rregull, të fillojmë nga themelet. Çfarë është saktësisht ky tatim mbi vlerën e shtuar ose TVSH dhe pse duhet i kushtojmë vëmendje? Imagjinojeni TVSH-n si një taksë zinxhir. Ajo shtohet në çdo fazë të prodhimit apo shpërndarjes së një produkti. Bizneset e mbledhin këtë taksë dhe ja dorëzojnë shtetit, por në fund të fundit, kosto e saj është e përfshirë në çmimin që paguan klienti në dyqan. Pra, barra reale të taksës bie gjithmonë mbi konsumatorin e fundit. Dhe tani, pyetja që e bën çdo sipërmarrës. A vlen këto rregulla për biznesin tim? Kjo është pika e parë ku duhet të ndalemi, sepse nga kjo varet gjithçka tjetër. Përgjigjja e kësaj pyetje është thelbësore. A duhet të mblidhet TVSH? A duhet të dorëzohen deklarata mujore? Gjithçka fillon pikërisht këtu. Po, ligji ka një përkufizim shumë të gjerë. Nëse një person apo biznes kryen një aktivitet ekonomik në mënyrë të pavarur, qoftë si prodhues, tregtar apo ofrues shërbimesh, atëherë ai konsiderohet person i tatueshëm. Dhe detaji kyç është ky. Nuk ka rëndësi nëse po bëhet fitim apo jo. Vetëm fakti që kryet një aktivitet ekonomik mjafton. Dhe ja ku është numri magjik, 30.000 euro. Kjo është shifra që duhet mbajtur mend gjithmonë. Nëse qarkullimi vjetor i një biznesi e kalon këtë prag, atëherë regjistrimi për TVSH nuk është më zgjedhje, por detyrim ligjor. Mirë, le të themi se pragu u kalua. Çfarë ndodh tani? Le të shohim se si funksionon procesi dhe cilat janë opsionet. Siç shihet, ekzistojnë dy rrugë. E para është e detyrueshme dhe aktivizohet automatikisht kur kalohet pragu prej 30.000 eurosh. Por, ekziston edhe një mundësi vullnetare. Mund të pyesni, pse do ta bënte dikush këtë? Po, arsyeja kryesore është për të kërkuar rimbursimin e TVSH-s së paguar për shpenzimet e biznesit. Për disa biznese kjo mund të jetë një lëvizje shumë e zgjuar financiarisht. Kur flasim për regjistrimin e detyrueshëm, koha është kritike. Në momentin që kalohet ai prag i qarkullimit, ora nis të tiktakojë. Këta hapa duhen ndjekur me përpikëri për të shmangur çdo problem. Dhe duhet pasur shumë kujdes këtu, sepse ligji është jashtëzakonisht i prerë. Afati është vetëm 15 ditë kalendarike. Vonesa nuk sjell vetëm gjoba, por mund të bëjë që administratat ju regjistrojë me efekt prapaveprues, duke krijuar një rrëmuj të tërë administrative dhe detyrime tatimore të papritura. Pra ky afat nuk negociohet. Pra biznesi është regjistruar. Tani pyetja tjetër logjike është për çfarë saktësisht duhet të mblidhet TVSH. Le të identifikojnë transaksionet që e ndezin këtë detyrim. Sistemi i TVSH-s në thelb qëndron mbi 3 shtylla. E para, shitja e mallrave, e dyta, ofrimi i shërbimeve brenda territorit të Kosovës dhe treta, importimi i mallrave nga jashtë. Nëse aktiviteti i një biznesi përfshin njërin nga këto 3, atëherë TVSH-ja hyn automatikisht në lojë. Ligji e bën një dallim të qartë këtu. Mall është diçka fizike, diçka që mund ta prekësh, si një kompjuter apo një tavolinë. Shërbim është le të themi pothuajse çdo gjë tjetër, konsulencë, riparime, dizajn grafik e kështu me radhë. Ky dallim është i rëndësishëm sepse rregullat mund të ndryshojnë paksa për secilin rast. Dhe tani, pjesa që ndikon drejt për drejt te çmimi final dhe te librat e kontabilitetit, sa TVSH duhet të aplikohet. Le të shohim normat dhe po aq e rëndësishme, përjashtimet. Në Kosovë, sistemi është relativisht i thjeshtë. Kemi normën standarde, e cila është 18%. Kjo është shifra që do të aplikohet për shumicën ndërmuese të mallrave dhe shërbimeve. Megjithatë, për të lehtësuar barrën mbi produktet dhe shërbimet esenciale, ekziston edhe një normë reduktuar prej 8%. Siç mund ta shihni, kjo listë përfshin gjëra si ushqimet bazë, energjinë, librat shkollor dhe pajisjet mjekësore, pra gjëra që konsiderohen nevoja themelore. Tani është e rëndësishme të mos ngatrohet norma e reduktuar me diçka tjetër, furnizimet e përjashtuara. Këto janë aktivitete ku nuk aplikohet fare TVSH, pra zero. Kjo zakonisht vlen për shërbime me interes të lartë publik, si shërbimet spitalore, arsimi dhe shumica e shërbimeve financiare. Mirë, kemi mbuluar shumë terren. Tani, le t'i përmbledhim të gjitha këto në një listë të thjeshtë kontrolli, pikat kyçe që çdo biznes duhet t'i ketë parasysh. Pra, për ta përmbledhur shkurt, 1. Mbani syt te qarkullimi vjetor. 2.
Nëse e kaloni pragun, veproni shpejt brenda 15 ditëve. 3. Siguroni që po aplikoni normën e dur, 18% apo 8%. Dhe 4. Kuptoni nëse ndonjë nga aktivitetet është plotësisht i përjashtuar. Nëse ndiqni këto pika, keni shmangur tashmë shumë gabime të kushtueshme. Pra, rregullat janë të qarta. Tani, pyetja e madhe mbetet. A janë proceset e brendshme të biznesit të përgatitura për të menaxhuar këto detyrime në mënyrë efikase? Sepse të kuptuarit e ligjit është vetëm hapi i parë. Zbatimi i saktë dhe në kohë është ai që bën gjithë diferencën.